Tani nëse do duam të jemi kritik, besoj kemi boll mjete për ta kritikuar Partinë Demokratike, pasi në raport me Bashkimin e Tiranës, Partia Demokratike zhvilloi një betejë të gjatë politike me protestat të përjashme. 44 protesta ditë për ditë. Verë dimër, me goma, me molotov, me gaz lotësjellës, me përplasje konfrontime me policinë, duke kërkuar dorëheqjen dhe arrestimin, dhe më në fund erdhi arrestimi i kryetarit bashkisë, edhe pse jo për ato që kërkonte Partia Demokratike, dhe pas arrestimit ishte sërish Partia Demokratike që kërkonte shkarkimin e kryetarit bashkisë, qoftë me shkresa zyrtare. Zoti Ali Mehmeti ka qenë edhe njeriu që ka inicuar në një farë mënyre kur janë bërë në momentin kur janë bërë 3 muaj mungesë. Pikërisht pra, ka pas dhe iniciativa konkreta nga grupi i këshilltarëve demokrat. Dhe në fund, kur u shpallën zgjedhjet, Partia Demokratike është sot kritikja më e madhe e dekretit të presidentit për zhvillimin, për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Tani unë nuk duhet të besoj që e gjithë kjo buron nga dëshira për të respektuar kushtetutshmërinë në këtë vend, pasi më herët Partia Demokratike ka qenë absolutisht e qartë dhe bindja saj është që qoftë Rama, qoftë presidenti Begaj, nuk kanë lidhje me respektimin e kushtetutës, por mendoj që Partia Demokratike u gjende pa përgatitur, por thjesht nuk ishte përgatitur. Pra, ndërkohë që kërkonte zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, vetë s'kishte një emër që t'i kishte paraprit këtij procesi.